Ne sot fillum një tension në gjykimin e zotit Gani Saidi, me një akuzë e cila ka shumë të meta qoftë formale, qoftë përmbajtësore. Ne kundërshtuam këtë akuzën dhe nuk pranum fajsin në mënyrën se si është ushtruar këtë akuzë për veprën që i ngarkohet klientit tim. Kemi kërku disa herë ekzaminimet mjekësore edhe afekti se si ka mund të ndodhë për rastin konkret. Klienti im pranoi disa veprime, por jo akuzën, sepse akuza ngarkon për 2 elemente cilësuese, edhe vrasje tinzare, vrasje hakmarrëse. Klienti im asnjëherë asgjë të keqe s'ka pas me fiktimin.